sinqerisht. Unë e thash që kështojat, përveç që zihen edhe pjeken të dyat janë receta shumë të përdorura, po hajde ta shtrojmë pyetjen pse janë të shnetshme kështojat. Vetë ngjyra tregon që është përshtatshme për këtë natyrë, për natyrën tash edhe për vjeshtën. Realisht kështënjat fillon që ta kuptojnë. Se në Prishtinë si i thoni. Realisht përmbajnë shumë fibra, përmbajnë vitamina edhe minerale shumë të rëndësishme që janë shumë domosdoshme për periudhën e vjeshtës dhe kur fillon kur fillon mu ftof koha, kur trupi ka nevojë për më shumë energji, këto përmbajnë karbohidrate që nuk janë karbohidrate thjeshta, po janë karbohidrate komplekse. Karbohidrate që nënkupton, që janë karbohidrate të mira. Për shembull, dallimi mes karbohidrateve komplekse dhe thjeshta dallon bukfalisht buka integrale që është përdorur driti i plot në përgjithësi, edhe buka jo integrale ose buka e bardhë që përdoret driti po më nëjë vetëm pjesa brendshme e dritit. Çka bojnë këto karbohidrate komplekse në trup? Japin energji duke mos e rritur shumë nivelin e insulinës në gjak. Më thonë, kur marrim karbohidrate nuk na rritet, na problemin e kemi mos me rrit shumë prodhimin e insulinës, se në momentin që kemi prodhim shumë të lartë të insulinës, kemi edhe rritjet kortizonit, në atë rast kemi stres ma shumë, kemi predispozita për me prodhu trupi, yndyrë dhjamore shumë më e madhe dhe më shtupe. Në këtë rast, gështënjat përmbajnë vetë si fibra, karbohidrate komplekse. Përveç karbohidrateve komplekse, çka i veçan është që përmbajnë edhe B1 edhe B2, që janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme si për sistemin nervor qendror, si për sistemin trec ose për metabolizmin. Çka bojnë këto? B1 edhe B2 i përmbajnë edhe buka, po buka që bëhet me kokër dritit plot, B1 dhe B2, po jo në sasi sa përmbajnë gështënjat. B1, B2 që përmbajnë gështënjat, brenda tyne e aktivizojnë enzimat të cilat ndikojnë me i metabolizu makronutrientet. Makronutrientet i kemi thonë proteinat, karbohidratet edhe yndyrnat. Më thonë që është problemi kryesor që ndodhë metabolizëm, çrregullimi kryesor që ndodhë metabolizëm, për atë arsye kemi për shembull problemet me metabolizëm, problemet me tretje. Më thonë, gështënjat i përmbajnë përveç fibrave që i përmbajnë të pastërta, përveç karbohidrateve komplekse, karbohidrateve për shembull komplekse, përmbajnë edhe B2 sasi të lartë që ndikojnë me ndihmu edhe yndyrnat që i marrim edhe për ushqimeve edhe prej gështënjave me metabolizu. Në një farë forme rregullojnë metabolizmin.